Izraja. Në fillim, Po? unë përvoj dhe ti me që pola fosë. Jam në 27, unë kam qënë 10 vjeqë. Dhe nuk kisha rësishtë libra fare. Veçarisht të Pelena me qytet Djeku, edhe si fshatë edhe si qytet. Nëse jo, qyteti thoqin, se s'ka qytetarë. Vini në fshatë. Do që realitet është. Ndryshe ti është në Shkodër, ti është në Korçë, ti është në Elbasan. Te Pelenën e ka krijuar, si thosh atë qendrën që njohim sot qytetin. Po. Është formuar, po themi, nga fshatrat përreth që kanë ardhur, kanë banuar atë. Jo, është qytetarët e parë në çdo bote janë legjitur. Është Shkodër. Ishte fortesë. Në fortesë kush ishte? Ata që drejtonin Bakanaj dhe Sultani, mbreti. I njerëzit e legjitur, që shërbenin. E historia e Shkodrës është kështu, bile e Shkodrës e Gjirokas, po që do mos e Shkodrës, ajo është më e vjetër. Shkodra Berat e Gjirokas, tjerat janë, është edhe Elbasani, po ai ka qenë për luftë më shumë. Këtu janë, atje Janina, janë Prizren, janë zhjuar, Tregëtia, Artizanat, borgjezia. Ne shqiptarët nuk kemi borgjezi. Nëse ne do të ishim borgjezi, nuk do jemi. Ne në shtetë duam të bëni borgjezi. E borgjezi do të thotë njeri që punon në qytet. Edhe si funksionon, është kryetari i bashkisë, zgjidhet kryetari i bashkisë, vë rregullat, jo rregullat si këta për të vjedhur. Edhe e zbaton. Kurse e kishin të lexuar. Historia jonë është, nesnajnëri është gjua e dhe gjitha dhita. Dhe ata që kanë meritë, dhe janë riljenasi. Ata janë, i fundit është Qajupi, Fanoli. Nuk janë të fundit. E Fishta, edhe Kuteli, i kemi ndjekur boku. Po këto tani sot, në për internet për shembull ka shumë që dalin, që mund të jenë edhe studius, historian, nuk e di, po që flasin kryesisht për gjuhën, bëjnë shumë video, nuk e di e ke hasur, dhe më thënë, dela i bën një fjalë aty, dhe kjo fjalë për shembull në greqisht ose në italisht që do të thotë kështu, e ka përardhje nga shqipja, kështu, qëndrojnë sipas tetë apo nuk është si kin ndjekur gjithë? Janë studiuar. Dhe kurioziteti për studiuar gjuhën shqipe, shumë që e kanë studiuar të huaj. Të huaj. është Leibnizi, Gjerman. Këta këtyre një suedezi, nuk e mbaj më të emri. Ai i ka tërhequr vëmendje fjalë formimi. Se me fjalën sy i thua sy ka, sy zi. Sy qenë. Sy bukur. Qyshës. Me në kjo gëmë sa sy edhe sa kuptime. Nuk e kanë gjuhët e tjera. Ka interesuar. Kjo është gjuhë e vjetër që nuk i dihet origjina. Këta thonë janë 3 botë në botë. Në ta është edhe shqip. Si janë 3 botë? 3 botë janë gjuhë që nuk u dihet. Se dihet kur është folur frëngjisht. Shkruajtur. Dihet. Dihet. Për këto s'ka shkrim. Kush janë të treja? Shqipja dhe dy tjera? Shqipja dhe dy të tjera dhe shqip. Nuk jetë latinisht janë ndoshta. Jo, për latinisht dihet. Dihet se ata kanë shkruar. Nuk flitet latinishtja sot. Është gjuhë e vdekur. Latinishtja, greqishtja. Gjuhë të vdekur. Gjuhë e vdekur. Ose matematike gjuhës,
janë arabishta, grekishtja, latinishtja. Arabishtja, matematika e gjuhës. latinishtja, Grekishtja. po arabishtja pse? Po grekishtja dihet kur ka shkruar, dihet kur kanë ardhur grekët, kanë ardhur në Azi. Kur ne jemi gabyshur i ballkanik është ilirik, siç është Apeninet edhe Iberiku, ai i Spanjës. Ne emrin Ballkan e kemi nga turqit, një malë të matë të Ballkanit, sa ndajnë 500 vjetë. Kuptoj. Një po ndajnë 500 vjetë me kohën e zhvillimit, nëse Roma, janë 3000 vjetë kanë ndajnë rrëtë, kanë ndajnë shumë. Grekërit nuk kanë bërë pushtime. Grekët e kanë pushtuar me artë, me tregtin. Janë tregtarët më të mirë. Edhe Shkodra është tregtare. Unë pranoj Shkodran rreth pasi tregtar, pastaj si që e fluja muzikant. Sinqerisht. Ashtu, ti mendon që Kokorçari është shumë punëtor. Në radhë parë Shkodran janë tregtar, si thua atë geni kryesor, pastaj vjen do të krijojmë një anashtia, ne duam të krijojmë një shtet tregtarësh kapitalist. Ai merr ndërsa sot, domethënë, si dalin këto më të pasurit e Shqipërisë shqiptar, sot në kohë që flasim, janë nga po marr 5 ose 10 më të pasurit, pa përmendur emra, nga Korça, nga Gjirokastra, nga Kuksi, ndoshta më i pasurit, Prizreni, që ka dalë Kuksi, një zonë, për shembull nga Shkodra sot nuk janë shumë, edhe ato që janë nga Shkodra janë nga malësitë e Shkodrës që po merren me tregtim e biznes. Apo është çështje e demokracisë? Jo, këta bëhen me vjedhje, këta nuk jam. Këta nuk futen si dua fare, i kam një këta pasani. Ata kam vjedhur. Natyrisht ai Mane, ç'është ai ministri drejtërisë, ai ishte oligark po më. Oligark, besonte oligarkia në Shqipëri. Po shkryuar oligarkia e kusarve. Se këta nuk e kanë vënë punën me djerës, me duke punuar tregtin e kështu. Edhe aty ka, se ai vjet punën, prandaj Marksi tha, ky ha djersën e atij, kaq bën kjo, po këto para i tepron kush më i mban ai për vetë. Mos ke pikpamje komuniste apo s'ka lidhje? Nuk është komunizmi nuk ishte rrym. Jo, po them te mendimi jo te kjo apo nuk ndikon. Është realitet. Nuk ka. Shiko. Se Churchilli thotë se po kthej tani, Churchilli thotë biznesi është ajo lokomotiva ose ajo qerrja që man gjithë atë përparimin. Apo këto tonet nuk futen te ajo kategori. Ka janë agallar të ri, ka qenë një në Shkodër, ndjenin time mund tjetë që kam shqiptarin ndoshta më i pasur i gjitha kohërave, se si e ka pas emrin ai patarë dhe u pat bërë edhe me Zogun diçka, i tha Zogu që duhet bëjmë kryetar bashkie, deri edhe tek në Austri pas ka pas pasuri me bankat, me grurin, me Mark Kakarici diçka një me emër. Kakarici. Jo, e kam ndjerë ato. E ke dëgjuar, a? Jo, kam pasur një profesor nga Kakaricit, Zef Kakarici, kontribut madh për sëmundjet infekte lauruar në shqiptojnë me rogja, i paguante shkencëtarët i paguante. Në përshëm, drejtori i laboratorit veterinarisë merrte 22.000 lekë në muaj. Këta merrte 10-12, po ishin shkencëtarë. Gjulio, të pyes diçka. Për shembull, nga këto libra që lexojmë për biznesin ose për investimin e këto, më rezulton që edhe këto kapitalistat e mëdhenj amerikan, që janë disa emra që njihen, për shembull, është një Warren Buffett e këto, të gjithë janë lexues të mëdhenj. Edhe ai thot, unë thot, i kam thot, si thua atë
Objektivin, domethënë unë ta jap thotë, po a do ta ndjekësh ti këshillin tim ose të? Unë të rekomandoj thotë të bësh siç bëj unë, që të lexosh minimalisht 500 faqe në javë. Normalisht unë thotë ai lexon edhe libra ekonomie, lexon edhe ato raportet e veta të biznesit. Po udhëzime që jepen tash ti. Edhe një kolegu i tij, ata janë të pleshtë, janë më të vjetër se ti. Njëri biles vdiq, ka ndruar jetë, ai ortaku. Ky është 90 e sa vjeç. Edhe akoma lexon edhe është aktiv në atë. Edhe thotë edhe kolegu i tij thotë që unë nuk njoh një njeri të suksesshëm, po që të jetë vërtet i suksesshëm thotë, që mos jetë lexues. Beson ti te kjo shprehje? Besoj. E fut këtë vërtet të suksesshëm, jo nga këto me mashtrime si shteti. Po këtu deri historia është dritës së vërtetës. Historia është dritës së vërtetës. Dritës së vërtetës. Edhe në ekonomi ka ligje thotë që do të përsëriten që është njeriu, sepse njeriu i njëjtë është thotë. Bën të njëjtat gabime dhe njeriu i artshëm. Kjo është e çuditshme. Tash ai pasurohet. Pasurinë nuk investon për mirë, po investon gjithmonë të përfitim, pastaj nuk fiton më, fillon e degradimi. Ka të marrë pastaj në këta pasurit, që mas ish pasurohet që ai do të bëhet mbret, do të komandoj, do të bëhet kryeministër. Që ishte manja, ishte di branaj. Si pasur shumë. Tu në Shqipëri? Jo, ministri i drejtësisë të ashti. Ulsima. A ishme oligark. Edhe ai vjen si tu. Ai e mban atë. Ai e mban këto të gjatë që i thonë ju. Shtetin. Vjen, kam vënë re që vinë disa nga të pasurit që futen politikës. S'ka sukses. Se i futen politikës? Ishte i ditur Berisha. Flasim për Berisha. I zgjuar si thonë ju. I ditur talent. Do të bëhet ashtu, filloj me politikë dhe është strofka fundit dhe ky është vagabond dhek për mua. Ama edhe Berisha futet te lexuesit. Jo, ai është lexues i madh shumë. Po kam pasur shumë. Unë kam kushërime të bashka, ai lexon edhe të bind, ai ka oratori, ka dhe fuç, ka dhe ton, ka disa gjëra. Se unë dua t'i them gjëra, po si them dot. S'më lë dhe proteza, flas keq. Shiko, në një intervistë kështu, Enver Hoxha i mbash goja. Profesori francez në Korçë, në lice, e merrte e mësonte. Si të fliste. Populli ynë pushonte në qik dhe pasaj vazhdonte. Edhe bëj oratori. Po orator të kalibrit, vetëm Luigi Kuqi. Ashtu, ha? Edhe kam dëgjuar që është edhe politikani më i mirë shqiptar i gjitha kohërave. Më i ndershëm i katolik. Pa e Tanoli i thot ai. Sërgjën gjallë, sërgjën vdekur. Të vegan laborator, vegan i lirisë. Ai thot edhe Ismail Qemali, për këto thot. Po kjo të kthehemi pak te kjo puna. Djali Ismail Qemali ka qenë sekretar i Alip Qemali. Ismail Qemali. Kthehemi pak Gjylo për shkak te pjesa natyra njerëzore, është pak a shumë le të themi njësoj, por ka popull dhe ka kombe që ndryshojnë nga natyra njerëzore me njëri tjetrin. Po tjo. Ne shqiptarët për shembull, si thua le të themi friga ose disa emocione, shqetësi, mund t'i kenë shumë njerëz në botë, besoj. Friga, ankthit, këto problemet ose por në disa gjëra ne jemi pak më ndrysh. Për shembull, te kjo ne nuk njihemi ndoshta si popull bashkëpunues shumë. A kemi qenë edhe në histori kështu? Jo. Sepse thot fishta për shembull më parë mbledhen një grush peshë se sa një shqiptar. Si vjen kjo? Ne jemi ajo si të ke shtypjen. Kur shtypjen. Asi vojtja është burimi i mençurisë. Di më shumë i vuari se sa mësuari. Di më shumë i vuari. Ti pse kalove
në këtë zanati. Është i lodhshëm. Po që i Zotit, zotësinë e që edhe kalon në punë tjetër. Mbile edhe këtu. Do fitosh sa të fitosh në këtë drejtim, e ndryshon, nuk mban një deri në fund. Po ne kemi qenë popull i shtypur edhe s'mund të kërkosh në ne. Edhe kanë le të themi një lloj xhelozie që ndoshta nuk ndodh në popujt e tjerë, zili. Trimëri tjetër i bëhet në Afrika, në shtypja. Ka Afrika i dhe të toj po dolli. Personalisht, për shumë, se ti ke bërë pas edhe një lloj karriere në shtet. Shumë të thjesht. E ke hulumtuar për shumë veten, ke pas ndonjëherë xhelozi apo ka qenë sistemi që i balanconte gjërat? Pse arriti një më shumë se unë për shembull? Jo. U fut këtu ose u mor me politikë ose ai thoshte puno thjesht dhe jeton e nder. Nuk është se e kishit atë ambicie si thua që kanë sot. Unë lexoja shumë, po nuk lafosisha si lafosën me ty tash. Po do lafosisha shumë në burg. E kuptoj. E kishe një lloj frike, e dije. Sa ka lexues të heshtur. Lexues të heshtur. Një. Po libra të ndaluar ke lexuar ndonjëherë më përpara? Po libra të ndaluar s'kishte fare. Se këta u thonë libri ndaluar ai që du botuar para shërimit, apo libra të zgjedhura. Libri ndaluar quhet libri që nuk ekziston. Jo, ngacmon politikën. E kuptoj. Ai të ndalon ty atë libër që ti e cënon. Derisa ti boton libra në rregull. Ska. Po, ata kishin parimet e tyre, për shembull, te Berisha do të thoya diçka që mos harroj. Ai thot në një intervistë, ndër të tjera, se diçka nuk është se më pëlqen shumë nga gazetaria jon, them drejtën, se ne orientojmë edhe pyetjet e të gjitha gjërat vetëm politik, nuk bëjmë diçka ndoshta edhe për më mësu nga jeta, nga diçka. Edhe ky djalë e pyeti për leximin edhe un pata një lloj interesi. Edhe i tha, Berisha kam pasur një moment kur kam qenë student ose kur kam mbaruar shkollën, kam lexuar të gjithë librat e Dostojevskit. Me sa pash edhe unë, ai thotë që unë pata edhe një lloj, si thua, krize në kuptimin psikologjisë. Edhe gënjej, ë? Dostojevski ku e gjeti ai se s'ka qenë i botuar dhe gjuhën se kishte mësuar. A e di gjuhën ruse ai? Që të lexosh të kuptosh. Se nuk ka qenë i botuar Dostojevski? Jo. Pse? Ka qenë në ato libra të ndaluar? Se shumë pikërisht ai ndaluar. As ai, as i psikologjisë. Freudi. Shiko, psikologji në shkollë bënte gjimnazi i Shkodrës me profesor të mirë, se gjimnazi ka plotë në Shqipëri. Gjimnazi Gjirokastës, Korçës, se këta kam pasur shkollat mesme, kishe edhe njerëz që kishin lexuar dhe gjeje libër. Ai s'ka pas një libër në shtëpi, ai flet. Ka pasur libër në Berisha në shtëpi. Atje në atë shtatin. Në shkollë. Në shkollë. Në shkollë teknikum mjekësor ka qenë këtu për ndihmë smjek. E kuptoj. Po atë çfarë libresh kanë lexuar këto? I gjemër gënjej. Ai po të kishte lexuar s'bën këto gabime. Se bën gabime shumë. E kuptoj. Një e dyta. Ai ka një gjë. O duhet të javuna, edhe tash i merr njëri zvarret, sa i paguan ata, sa janë budallenjë. Po ka kuptim që të bëhet prap. Ne themi ky duhet tiki, absolutisht. Edhe nuk e lën amerikanët. Do gjej një mënyrë. Mos them që amerikanët janë specialistë në botë, kam lexuar të shkenca e ata, ishin 4 numra ndilin. Po ato që shkronte kohën e Morosha, i shkronte me përgjegjësi, o do shkronte mirë, o do vite në burg. Ska... Gjulio, ti dhe libër psikologjik, edhe Freudi këto pse nuk janë lexuar, pse nuk janë lejuar? Po është Nietzsche, baba i saj. Pse se lexon tash? Ti mendon se duhet lexuar ato? Kush nga këto psikolog mendon që mund t'ja vlej? Është Freudi, është Nietzsche, është ky, e kemi edhe një libër tani që ka ardhur
ka qenë shok me Freudin, pastaj u zin. Po janë ata, po Nietzsche është kryesori. Nietzsche, a? Nietzsche. Mas Nietzsches kanë marrë shumë këta si thuash. Ata më sa. Ti ke lexuar psikologji? Jo. Ku gjeta? Po mbas Po demokracisë. në shkollë bëhesh vetëm në gjimnas. Bëhesh lënd, po pak. E kupton? Duke në drejtimin e mirë për komunizmin. Do me aq sa I shërben Nietzsche atyre, se Nietzsche u shërben në gjithve. Ja këtu mund ta kesh vetëm të lexosh një citat atje në fund të Nietzsches. Nietzsche thotë, atje ku ka diell, ka jetë, ka dhe njerëz. Atje në mal ka atje, diell, lindë dhe ikën shpejt. Po filozofia ka pëlqyer për shembull Seneca. Seneca I riu. Si kam lexuar. Ti mendon se janë libra të mirë? Është esenca. Duhet I lexosh gjetë libër qytetari. Ai është qytetari grek edhe romak. Jo romak, jo. Romakët bënin luftë dhe bën shtete. Grekët ndaj majën për kulturë. Për demokraci. Bën tregëti, bën qytete. Nuk kam bërë shtet. Po bëri shtet, ai të vë rregullat të fut edhe të shëm. Edhe qytetet të shtetet të Italisë është modeli. Ai që është princi Machiavelli. Machiavelli. Se e quajnë edhe Ramën Machiavellist. Po ja mos e çon. Mendon që është Machiavellist apo nuk e lexon politikën as do të futesh? Jo, ai lexon ka lexuar. Jo, ti mendon që është ai ka më shumë dije na Berisha. Zotësia, pse s'ndonjë Berisha, këtë katër legjislatura. Machiavellin e ke lexuar Machiavellin? Po I lexuar vetëm atë princin, është një I bukur I mirë. Tani ka, ju keni shumë. Dhe disa libra bukur ka. Edhe diçka Gjylo, tani psikologjia ose sepse a quhet libër psikologjik, le të themi, po Dostojevski ose letërsia ruse në përgjithësi. Letërsia ruse është një popull I shtypur dhe janë shtypja. Ata kanë shkruar të vërtetë. Migjeni. Gjen këshilla jete për shembull në letërsi. Ti s'ke lexuar Migjeni, jam I sigurt se na në fillimin fund. Tani ka dalë e fundit Migjeni. Dhe unë e mora edhe ta lexoja, kam qef shumë ato proza që ishim lexuar atëherë. Pa me 2 llafe të thotë. Qeshurini qeshu se bota s'është e jotja. Ose është e jotja, ecë përpara. Ta që vetë fjala psikologji bën fjalë për mendjen. Edhe njerëzit e mençur edhe çmenden. Edhe vrasin vetë. Kjo është arsye se desha të pyesja për shembull edhe Nietzsche ka përfunduar keq, edhe Freudi. Po, Ernest Hemingway. Stefan Zweig. Shumë. Majakovski. Ju shkoni ku të doni, tha, unë do shkoj në arkën e kushtimit. Pse është kjo punë që njerëzit e mençur mendon ti? Se mendojnë shumë, më shumë se ç'duhet. Patjetër. Atëherë të kalojmë pak. Ai thot deri këtu. Unë në një të Nietzsche, si jam bjerë, se ku është Nietzsche këtu. Unë kam, jo, nuk, tani, personalisht, një orë në ditë, a mund të lexosh? Nëse ti lexon një orë në ditë, moshën që ke ti, forcën, 25 faqe. Ke lexuar. S'ke lexuar asnjë faqe, tër ditën sot e nesër e pas. Kërë unë lexoja në e keqja më shumë. E keqja ime, se radio s'kishte. Lja për televizor. Ti tash ka pa të më të letën, më herë televizori ta lexosh. Ato telefonin. Pa telefon. E lexon e se mamën. Në qoftë se ti ke lexuar një të shkruar, shiksohet. Edhe ty unë për librin të rekomandova një libër, Historia e librit. Po, e lexova atë. E lexuar, po sa ke kuptuar se po lexuar lexon të gjithë. Po.
Duhet të dëgjosh janë 2-3 herë që ta marrësh vesh. Po, e vërtet. Edhe ta lexosh atë avash avash. Ti lexon avash avash apo shpejt? Jo, në përgjithësi jam tipi ngadalt edhe në punë. Edhe në shi me gruan, ajo i bërë punë shpejt, unë se bëj shpejt, ajo më shtynë. Edhe grot janë të sefa. Më shtynë, kështë në një mua, po unë jam malë. Bëj pasitimi e tavolisë, ha buku, edhe gruaj. Ajo ha shpejt e shpejt, unë ha ngadalt. Një edhe kur lexuar, kam lexuar atë libër që ja vlende. Me fton tani të rri pak te këshillat e jetës. Si ke gjetur le të themi atë balancën apo harmoninë me gruan? Çfarë këshille do jepje këtyre të rinjve që duan të martohen? Sekreti për një marrëdhënie të lumtur me bashkëshorten. Ajo që të lidh e para pëlqershë qefi që sështë. Po ajo vjen puna dhe maron. Po ishe pasaj. O do smurë shumë. Ka kufi, çdo gjë me kufi. Ka një cikël çdo gjë. Po. Ikën cikli i qepit tua, ti vjen pastaj cikli. Pastaj po për fëmijën të lidh. Ai s'mendon as fëmijën e lë, e shkon tjetër. Ose ajo. Nuk janë. Nuk janë normal. Kjo është një arsye që përpiq familjet. Bile dhe arsye të ketë shumë të meta ajo atë jetë. Gëtja thot atë që ke mbaje, mos e lësho. Se do marrësh një tjetër, si ajo s'është kafshit e parë. Po në të shoh ty është shumë të harmonishëm. Kjo është sri 1 minutë pa punë kjo. Edhe njeriu që do më shumë gruaja dhe fëmijët. Që do ti më shumë? Grua e kam dashur, grua ashtu, për të zënë edhe zimë. Janë gjëra tjetër. Si menaxhoje, si ke menaxhuar? Me qetësi. Se te njeriu shkyhet për zgjuarsin. Ajo lexon më shumë nga unë. Lexon dhe ajo. Ju ka ndihmuar leximi dhe në marrëdhënie të tuaja? Po. Pse? Ju ka bërë më të qetë? Unë kisha libra, ai sa mund të kishte njëri si unë zhamoj. Kur erdhi ata kanë qenë të varfër. Nga Korçë ke thënë më? Jo, Gjirokastër. Nga Gjirokastër. Se janë të zgjuar. Ajo gjyshja jote që ketë Gjirokastrit e krahasoje me ato gjyshjet e tjera, të tjerëve. Janë të zgjuar. Edhe ai ka bërë 2 vjet në Shkodër. 4 vjet. 2 vjet pedagogjike të mesme, 2 vjet gjimnaz, 2 pedagogjike dhe 2 institut pedagogjik, kimi, biologji. Pas kanë ardhur shumë në Shkodër që kanë ngel shumë nga jugu që janë martuar në Shkodër, do të thënë puna e shkollës. Po puna e shkollës, po tjetër. Njëja, dyta, shkodrani me Korçari nuk shkon. Shkodrani shkon më shumë me Gjirokastri. Ashtu, ha? Se i ka dalë nami sikur me Korçarin shkojnë. Korçaria i pëlqen Korçaria këtyre se janë liberal shkodranë, por vjen puna shkodrani e lë shkon merr tjetër. Realitet. Kam pas shumë. Po unë jam martuar i madh. E kuptoj. Ti ke qenë, kush ka qenë më një nga këto filozofët grek? Po. Nduket se Seneca apo Sokrati ishte madh shumë. Ai thot që një nga këto domethënë që një grua dhe një burr duhet të kenë karaktere të ndryshme që të funksionojnë. Po. Plotësojnë njëri tjetrin. Edhe nuk bëhen të mërzitshëm. Kjo është ndodhja. Që po që në një mendje të dy. Për shembull, nëse janë të dy e natyra të qeta, natyra. Ti për shembull me gruan në përgjithësi, kush ka qenë ai natyra
më apo gajten më emocionale në përgjithësi se burrat. Ajo ma kupton në Hiljen më shpejt. E kupton? Këtu ndele zgjuar si. Me vërtet, të bëju një gjë ajo e kap më përpara ke bërë këtë se mos shko këtej. S'kam pas problem. Unë nga një familje kam kompleks. Gjulio, nga shëndeti e mashallah nga shëndeti. S'kam abuzuar. Kena i sekret Sekreti ke është që ndjeku në një ha çdo lloj ushqimi. Edhe njeriu është gjithçka ngrënës, omnivor. gjithçka ngrënë. Gjithçka ngrënë. Se nuk jete më thënë me këto që t'jesh vegetarian ose kështu. Jo. I vegetarian mirë është po që po njeriu duhet të ai ka nevojë. Ata që ke proteina, lënda pare jetës. Edhe ajo është shtazore, bimore. E kuptoj. Dy janë. Ka disa që se ti e marrë, ke që në doktor kafshësh, disave i vjen keq për kafshët, nuk janë vegetarian, ty t'ka ardhur keq? Kam mish edhe mish shumë, po mish të klasit parë, që rritjet andej në njerë, se këto misha që kam pyll shumë, edhe kullot shumë, danin shumë të dhjamara. Dhjami është yndyrë më e lartë. Acidet yndyrore është vaj dhe një këta vaj. Çdo vaj është më i mirë nga djalpi dhe nga Po geni ka ndikuar në jetë gjatësi ose në shëndet? Tash i ka studime shumë. Shërbitje, ke bërë shërbitje, ecje? Jo, ecje shqiptar, shiko një rus, ato që ushtarak tek ne. Edhe për shqiptarë kishte këtë përshtypje. Ikin shumë, nga dalë po ikin tërë ditën, s'dëgjojnë të lodhur. Vesh i rroba të leshta. Ikin nga dalë? Han mish, rroba të leshta. Të ecësh, po jo, nëse ti ecën me vrap lodhesh. Po nëse ti ecën piano valiantiano, si thotë Reni. Atëherë është më mirë ecje se vrapi sipas teje. Jo, unë atë s'kishe fush futbolli, na do bëjsha futbollist, thot ai futbollist në atë periudhë ku ka. Të përgjam një është në burreli, mushu jepu barut si për t'i ikin tutje. Kopan asjerë. Asjerë e kupton t'i fjallë. Kopan. E mere e qënë luft. Edhe s'kishte. Më therë, kishe të thash historien e leximit tim, më dërgon, më ndodhi bilet kështu që dajva më futet në burg. A di shfutur me një Shkodra, një arrobat, shumë doktori miri, se 3 veta po shkaktuar, 24 oficera janë arrestuar, burgosës dhe mbas një vit e gjysmë, këta u falë. Po është ndryshe falja, ndryshe amnistia, janë ndryshe se ne nuk dhime termat e diplomat të juridike. Edhe aje ishte në burg, 9 muaj në etosin, 9 muaj, ashtu i shë në kamër, se e lërua. Pastaj i më këta përjashojnë, kur përjashojnë nga partia, dhe të jepesh e drejtë, prap, të hyje, me kusht që nuk do të njihesh dita e pranimit. Do e quhesh i ri prap, do bëje një stazh, pastaj pranon. Por jashtimi nga partia ishte pushkatim. Bëhet fjalë në kohën e... E veri, po këta s'kam parti. Se i e ka partin të dy këta, e kam partin pa statut. Parti pa statut, Fëllës është Stendhali, për shumë. A i thot pjesë mërë në shumë, parti politike është humbja lirisë personale. Partia politike. Një shfar do partije, se ajo ka statut.
Do bësh si të thot ajo. Ti i shtone një hallk vetes. Tani arsye që jam bërë komunist. Çem bërë. Për të punuar kam punuar si thoshin ata. Se po mos punoj të hante pisu. Atëherë Gjilo, na jep një këshill të fundit ose na i sugjerim për librat që ta mbyllim për bisedën. Librat ishin në radhë të parë. Në një mësues Jo, do të thëshë një llav tjetër Sokratit. I ka thënë orakull, ai mbito i Zotit. Sokrat një veten. Nëse ti e një veten, nuk bën gabim. Nëse ti se një, do njohësh veten tënde. Ai se një veten. Ti na shoh. Njohja vetes është e vështirë. Është e vështirë. Ti ke punuar për shkak për të njohur. Se ti një vetëm tjerët, të mirat e andej, po veten tënde ti si e. I ke të meta ti? Po. Apo s'ke? Kam. Po ka, janë në rregull. Po i di, janë në rregull. Po si di, u mbet. Ka dhe... Pasaj të tjerë, jo unë jo ato, po shiko veten tënde. Po more njeriu me mend, shtije në gjutin tënd, si të dhëm bashkë të dhëm. Ja vlet jetën ti, po të të vrasin ty. Njohja vetes u ti është një ndër orësitë më... Këto janë stonjë filozofike. Edhe më dërgon ai një libër. Se ta mbyllim një herë këtu dhe do vazhdojmë pas videos. Faleminderit edhe për gjithë këshillat që ndave. Ishe shumë i vërtet, shumë i drejt në ato që the. Kështu që të faleminderit. Edhe ju miq, po ju ka pëlqyer, bëni një like, një koment, që kemi dhe të rishihemi prapë në videot e tjera.